Mirë, tani flasim dhe tregojmë historitë tona. Na vjen mirë që do të cillim tani një histori, duam ta quajmë histori suksesi sepse tillë duhet jetë, edhe pse shpeshherë kur flitet për varësinë ndaj drogës, ne fokusohemi tek pamundësia për t'ia dalë mban dhe sa e vështirë është që t'ia dalësh mban. Por ne do të sillim të kundërtën, siç e bëjmë shpeshherë, sa herë që i kemi në studio për treguar histori të kësaj natyre, për të dhënë edhe shembull pozitive që nuk është e lehtë vetëm të heqësh dorë, por nuk është e lehtë as të ndash historinë tënde. Ndër të tjera, po, edhe kjo është e vërtet, duhet pak kurajo dhe guxim. Kështu që jemi sot në studio me, mund ta quajmë mik të programit, sepse sa herë që duam të flasim për këtë gjë e kemi në program. Jemi me Orgesin, me Orges Hysenaj nga Team Challenge, kënaqësi që të kemi si për herë në studio dhe ai nuk ka ardhur vetëm, është bashkë me Stevin. Mirëmëngjes Steve, dhe është pikërisht Stevie ajo historia pozitive dhe me shumë kurajo që ne donim të tregonim në mëngjesin e sotëm. Kështu që faleminderit Steve që pranove të jesh në program. Orges, le ta nisim pak bashkë. Ne sa herë kemi folur, gjithmonë për këtë përpjekjen tuaj për të ndihmuar dhe për të ardhur pranë shumë të rinjve. Ta nisim me një pyetje kështu në përgjithësi përpara se të kalojmë dhe të flasim edhe të jemi më shumë me Stevin. Si është situata aktualisht? Ne kemi kohë pa u takuar bashkë dhe ju gjithmonë na tregoni për raste që vinë në qendrën tuaj. Tani ku jemi? Si është? Realiteti në fakt është i tillë që këta individ sot mund t'i gjesh në çdo cep, në çdo lagje, në çdo qendër urbane, pavarësisht se sa e zhvilluar ajo është. Kështu që realiteti nuk është pozitiv. Përgjithësisht së vërtetës për sa i përket drogës apo varësive që ajo krijon, dhunës apo dëmeve që ajo krijon në familje. Shohim një realitet përgjithësisht së vërtetës të trisht dhe kjo është një pjesë e vogël e motivimit për të bërë këtë që jemi duke bërë. Por besojmë që ka shpresë. Prandaj jemi sot këtu së bashku me ju. Dhe Stevie është një prej tyre i cili e ka vuajtur diçka të tillë në kurrizin e tij dhe tani më mund të themi që e ka hedhur pas shpinën. Steve, faleminderit në radhë parë që zgjedh flasësh publikisht për këtë histori. Unë do doja të dija ose më saktë na trego pak për vështirësitë që ti ke pasur. Pra, qasjen e parë, kontaktin e parë që ke pasur me varësinë, kur e kuptove që kjo gjëja po bëhet shqetësuese për jetën tënde dhe më pas dalim pak edhe se si ja dole. Atëherë gjithçka nisi në një moshë shumë të vogël, rreth moshës 12 vjeç. Atëherë ishte diçka nuk e kuptoja fort mirë se ç'isha duke bërë, derisa vitet kaluan, përdorimi i substancave më të larta, më të forta erdhën në jetën time dhe aty po kuptoja që diçka po ndryshonte në jetën time, sepse ishin reagimet, veprimet, ishte sjellja ime çdo gjë me shoqërinë, me familjen. Vështirësitë mund t'i quaj që tek pjesa e ndarjes si marrëdhëniet me familjen, me punët, me shoqërinë, me çdo gjë. Dhe sa zgjati kjo? Kjo zgjati, nëse mund ta llogarisë që nga fillimi ishte 15 vjet, por 10 vitet e fundit ishin vitet më të vështira të jetës time, aty kur për shkak sepse aty filloi të njihesha me drogat më të forta dhe aty nisi thjesht si... A mund të dim Steve si rën në kontakt me to? Ishte shoqëria e gabuar? Çfarë ndodhi? Atëherë mund të them jo vetëm nga shoqëria, por në atë lloj moshe të gjithë eksperimentojnë, të gjithë duan të provojnë dhe janë kurioz të njohin duke filluar nga cigaria, tek hashashi, pastaj vjen dhe drogat e tjera që janë më të forta. Por është dhe pak kurioziteti i çdo adoleshenti për të dukur pak më ndryshe se shokët e tjerë. Me siguristi vetë ajo që se shmiqet e ta sqarojnë dhe për shumë që mund të jenë në këtë fazë, që thonë që do ta provoj pak sepse e menaxhoj, është diçka që e kontrolloj, mund të shkruaj. Patjetër unë kam vetë. Tjetër është ajo që po nuk e provove, dukesh mirë, ajo sigurisht po. Të them të drejtën. Kurioziteti i momentit, sa i dëmshëm mund të jetë më afatgjat, pas se ti e ke provuar vetë, që thua që ke nisur nga kurioziteti, ë? Fiks kështu kam qenë dhe unë, duke e provuar, thash ta provoj një herë, ta shikoj se si do ndihem, si do jem, por pa e kuptuar, aty bëhesh vartës. Mund të kalosh 1 vit, 2 vjet, mendon se çdo gjë e ke në dorë, por është e pamundur pastaj të heqësh dorë, sepse ajo të kap në atë lakun e vet dhe vështirë se të dalësh më mbrapa. Pastaj si e binde veten që duhet të kërkoje ndihmë? Ishte shumë e vështirë, ishte vërtet shumë e vështirë, për faktin sepse nuk po e pranoja njëherë të vërtetën që isha i varur, nuk po e kuptoja, nuk po e kuptoja për shkak të shumë dinamikave në familje. Por një gjë që
kur fillova të kërkoja ndihmë, fillimisht kërkova ndihmë te spitalet dhe aty fillova 2 ditë, 3 ditë duke bërë detoxin, por aty ishte një pjesë shumë e vogël e pastrimit tim dhe po kuptoja që Steve ke nevojë për ndihmë. Ke vërtet për ndihmë akoma dhe më të fortë. Unë sapo dola nga spitali, direkt e fillova po me të njëjtën shoqëri, me të njëjtat marrëdhënie dhe rash përsëri poshtë. Kjo pra, se pastaj fillon një cikël kështu vicioz, që ti mendon se ja ke dalë, kalojnë disa ditë, varësia shumë e fortë, ti rikthehesh, besoj që edhe ty të ka ndodhur që të kesh pasur periudha ku mund të kesh përjetuar disa ditë të mira, le ta themi, ndoshta ke çuar atë strishën, atë ditët në 10-15, ku diun, apo një muaj, dhe në një moment je tunduar, je rikthyer përsëri, deri të mbritur te. Besoj ajo mund ndodhi me këdo që do me thënë, do të ndryshoj, do t'ja dali, por nëse rikthehet përsëri tek ajo shoqëria e vjetër, çfarë s'duhet të bëj që të mos përfundoj në të njëjtin cikël vicioz? Unë ta them është si një tip rrethi që shoqëria, droga, ambienti janë të gjitha. Nëse ne ndahemi nga të treja këto, mundohemi të krijojmë marrëdhënie të reja, atëherë është e mundur. Por prapë është e vështirë për faktin sepse jemi më shumë të tunduar për të rikthyer përsëri tek ajo shoqëri. Për shkak se atje gjeni më shumë veten. Njëjtën gjë dhe unë e kam pas të tillë. Dhe unë doja më shumë të kërkove ndihmë dhe tu gjend me siguri pastaj. Si në kontakt me orgesën? Ishte familja. Fillimisht ata po kërkonin, unë ngrita duart thash, ju lutem ndihmoni, nuk di më çfarë të bëj. Dhe familja në atë moment filloi të kërkoj më shumë informacione dhe në informaci faktikisht ishte kur farmacistja i tha kunatit që shiko këto ilaçe që ti po kërkon janë shumë të forta për çfarëdo lloj varësie që mund të ketë djali, por pse jo të kërkosh për më shumë. Aty i tregoj që në rehabilitimit. Dhe pastaj aty si ndonjëherë, se puna juaj është e vështirë, absolutisht. Ju keni vite që e bëni. Dhe ne na lind e drejta të mendojmë që në njëherë kemi të vështirë të bindim dikë, dalim pimi kafe apo t'i themi që duhanin provo dhe ta lësh. E jo më për varësitë forta pastaj siç është droga. Sa e vështirë është që ti bindesh. Tani mund të themi këta burra, jo këta djemë, se nuk është e vërtet. Janë më djemë. Është shumë vërtet. Është e vështirë që të bindim miq tanë për kafen, sidomos për cigaren, në kulturën tonë në Shqipëri. Edhe po fakti është domethënë që ne nuk përdorim fjalët për t'i bindur. Edhe fjalët ndonjëherë janë të dobta, janë të paforca për të ndryshuar një jetë. Sot ne kemi ardhur edhe të veshur bardhë dhe zi, domethënë për t'i thënë sa të vërteta bardhë edhe zi. Edhe në fakt ne shkojmë tek ai individ me besim, me fjalë besimi, fjalë shprese, edhe fjalë dashurie. Edhe habia e parë është habia që pas ka njerëz që mund të na duan, pas ka njerëz që besojnë që ne mund të ndryshojmë, dhe jo vetëm këta individ, të cilët jeta e tyre ka ndryshuar plotësisht, por familjarët e tyre janë ata që habiten dhe thonë, po pse pas ka njerëz të mirë, dhe ne i lejojmë të hyjnë dhe pak më thellë në jetën tonë dhe i ftojmë, dhe aty ata kuptojnë që në fakt mbrapa nesh ose në ne është vetë Zoti, i cili është duke i mbështjellë me krahët e dashurisë dhe duke i treguar rrugën drejt lirisë. Dhe kur një individ bëhet i lirë, ai më pas është një dëshmi e gjallë e patjetërsueshme. Ndonjëherë unë them që Teen Challenge ose Strea atje ku ne jemi, i ngjan një martediteti ku të gjithë njerëzit mendojnë që kjo lindje nuk do ndodhi. Domethënë do dështoj. Nga muaji i parë gjën 12, se 12 muaj kemi lindjet ne atje. Por kur këta njerëz rilindin me të vërtetë, është dëshmia e patjetërsueshme që vetëm Zoti dhe dashuria e tij mund të veprojë dhe mund t'i bëjë të lirë. Qëndro këtu. Stivi, si ishte kontakti i parë dhe çfarë mendove në momentin e parë që u njohë me Teen Challenge? Dhe si ka qenë ky rrugtim i 12 muajve? Ishte pak e frikshme në fillim sepse nuk e dija se ku po shkoja, por në momentin që hyra aty brenda ndjeva një dashuri që kisha nevojë. Kisha shumë nevojë ta merrja jo vetëm nga familja, por nga merrje plotësisht edhe nga shoqëria. Jo, nuk e gjeja dot fare. Nuk e gjeja dot fare në shoqëri, se drejt ndonjëherë edhe tek familja nuk po arrija do ta gjeja sepse më shumë i kisha shkaktuar dhimbje, trishtim se sa po i jepja dashuri. Edhe ata nuk e kthenin dot mbrapsht. Aty fillimisht kjo ishte gjëja e parë, gjeta dashurinë, gjeta përkushtimin, vëmendjen që pa kushte.
Pa kushte, absolutisht, pa kushte. Dhe pa paragjykim, që kjo është shumë e rëndësishme. Ajo ishte gjëja që mua më bëri të ndjesha më i lirë. Të flisja për është të vënë përpara pikërisht, të flisja për veten time, për problemet që unë kisha, ishte e pamundur. Jashtë në botë, me asnjë pjesëtar familjes nuk hapesha dot. Aty fillova të hapesha, të flisja për ndjenjat e mia, për problemet e mia, për çdo gjë çfarë unë kisha bërë deri në atë moment që askush nuk të gjykoi atë. Ai është rëndësishme, një sekondë, Kris, sepse është rëndësishme ajo që thot Gesi, pra që ju nëpërmjet besimit, se edhe kjo është e veçantë juaj, pra nëpërmjet besimit në Zot, përpiqeni që të gjeni atë çelësin që këta njerëz pastaj të shohin, le të themi, dritën në rrugën e tyre që shpeshherë është errësirë totale dhe nuk dinë se nga mbajnë. Pra sa e rëndësishëm është besimi në këtë proces? Besimi në Zot. Është thelbësor, është në fakt themeli i një jete të re. Kur ne takohemi me individ, Stevie apo shumë miq të tjerë që sot janë miq tanë, ne nuk i shohim si persona të këqij, persona që nuk kemi për të bërë me ta. Por ne i shohim kështu, siç jemi sot në këtë studio. Njerëz që mbartin në vete mesazhin e tyre të ndryshimit, mbartin me vete jetën, mbartin në vete integritetin, një identitet të ri. Kjo është ajo që ne kemi nevojë, edhe këtë ne gjejmë vetëm duke u mbështetur në fakt tek një fuqi që është përtej fuqive tona. Ne nuk janë dalim dot me fuqitë tona dhe Stevie e dëshmoi këtë gjë. Kur urat janë të thyra, urat në familje, urat në shoqëri, kur ilaçet nuk kanë më fuqi për të ndryshuar llojin e jetës, ne besojmë në fakt që ekziston diçka që është falas, është e dhënë dhe kjo është dashuria e Perëndis. E ne besojmë fort e kjo sepse dikush ka bërë një eksperiment edhe me ujin edhe me bimët, nëse një bime do t'i flasësh me urrëtie apo me dhunë, ajo nuk do të trajtohet njësoj, nuk do të rritet njësoj. Por nëse do t'i flasësh me dashuri, do shikosh që do të ndryshoj. Kështu është edhe jeta jote. A ishte nevoja edhe për trajtim fizik përveç se shpirtëror, Stevie, gjatë këtij rrugtimi? Patjetër. Edhe me trajtim fizik, sepse atje jemi marrë edhe me palestër, me aktivitete sportive. Gjithë jetën e kemi bërë më shumë pasive se sa aktive dhe duke ndenjur më shumë edhe mëndërisht, por edhe fizikisht, duke e lodhur vetëm në një gjë, më shumë në binin në pesimizëm. Në fakt, Steve, sa rëndësishme është për njëri si ty që e ka kaluar le të themi këtë kalvar dhe ja ke dalë që ke patur sukses, tani të bësh zëri i atyre që ndihmojnë të tjerët. Pra, sa i besueshëm është kur ti shkon te dikush që do të largohet nga droga dhe ti thua unë e kam kaluar vetë, dhe ja ku jam. Po, ke çelësin asaj gjë. Atëherë, shkoj, shumë e lehtë nuk është, por dhe shumë e vështirë nuk është. Është shumë e bukur, për paktën unë e kam me shumë dëshirë dhe pasion që jo vetëm ti ftoj shoqërinë time atë të vjetën që kam pasur, që pse jo hajde ndryshosh, shiko ti më ke njohur mua, ti ke ditur vështirësitë e mua. Rrethi im që ka qenë më i ngushtë, ka qenë domethënë të çuditur, të mrekulluar dhe në fund fare thoshin që atë kanë paragjykuar për këtë zgjedhje që bëre? Deri diku po. Sa kjo është e rëndësishme për t'u theksuar? Mendoj se kush vërtet e kupton dhe kush vërtet do që të shikoj një të ardhme më të mirë, të shikoj që pse jo të jetosh i pastër, normalisht besoj se thot bravo, por ata të tjerë që mbase nuk e kuptojnë dot. Perceptojnë dot. Po, normalisht do thonë. Atyre ndoshta i duket sikur tani je futur në rrugën e gabuar. Po, fiks. Është. Po, pse jo, sepse shikojnë të ndryshuar komplet. Patjetër. Sa e rëndësishme është që njerëz me histori suksesi si Stevie, se besoj që nuk është i vetmi Stevie që vazhdon, edhe pse ja ka dalë, vazhdon të kontribuojë tek ju dhe për t'ju ndihmuar. Sa ju ndihmon ju kur keni njerëz të tillë, pra siç të njëjtën pyetje që i bëra dhe Stevie-t, që t'ju ndihmojnë në këtë proces, ne besojmë që kjo është nuk është një lojë, po është një marrëdhënie dhe është në dy krahët ne jemi të fituar, edhe shoqëria është e fituar. Pse? Sepse ne besojmë që jetët e ndryshuara në fakt ndryshojnë jetë. Fjalët janë, siç tham pak më parë, janë të pafuqishme, po kur individët shohin një jetë të ndryshuar, të transformuar dhe jo vetëm jetën e një individi, po gjithë familjen e vet, atëherë domethënë kjo dëshmi bëhet edhe më e fuqishme. Edhe pse ne nuk i shpëtojmë dot akuzave të rinjve që hynë në programin ton dhe kur takohen me bashkëpunëtorët tanë, me Stevin apo me dikë tjetër, aty në program thonë
ti po më gënjen, s'ke qenë kur I varur. Ose ku e ke vilën, sa të kanë paguar që thua shtoj që po thua. Edhe në fakt, ky shpeshherë është një nga komplimentet më të bukura që ne marrim, sepse mjafton që Stivi më pas u nxjerrë një foto se si ka qenë jeta e tij dikur, ose tregoj disa histori, domethënë dhe ata mund të vinë në realitet. Po flas për ata që nuk e kanë njohur Stivin në jetën e përditshme, apo secilin prej nesh. Por ne besojmë që dëshmia është e jashtëzakonshme, është shumë e rëndësishme në realitetin tonë, sepse fjalët nuk kanë fuqi, ilaçet nuk kanë fuqi, familja shpeshherë është e shkatruar emocionalisht. Dhe vetëm një dëshmi e fuqishme dhe një dëshmi e vërtet mund të ndërtojë. Stiv, kur mendon për ato 15 vite që ti ke kaluar në shoqërinë e drogës, çfarë mendon sot? Ata janë 15 vite që të shkuara dëm ndoshta? Patjetër të shkuara dëm, por dhe shumë pishman nuk është se jam bërë, sepse ndryshe nuk do isha në këtë jetë që jam sot. Pra, nuk do kisha njohur, patjetër, nuk do kisha njohur as veten time dhe nuk do isha njohur as me Zotin. Gjë që vërtet mua më ka bërë të lirë sot. Dhe te shijon jetën ndryshe tani, Patjetër unë dhe gjithë familja ime. Si shihet jote sot? Të them, gjë më e bukur që kam është marrëdhënia që kam me familjen dhe jam vërtet I lirë. Dikur hecja me kokën mbrapa gjatë gjithë kohës, sepse ishin frikrat, ishin shumë gjëra, kurse sot... Çfarë të thot familja sot? Familja, do me thënë, ndonjëherë të trajton edhe se kur të shikon akoma të vogël, sepse thot, lavdi Zotit që të shikojmë kështu si sepse ky është vërtet fëmia që ne kemi dashur, që ti tani bën plane për të ardhmen, për jetën tënde. Patjetër, po patjetër. Që ke idetë të qarta dhe me siguri më I lehtësuar. Kemi një vizion, tani kam një vizion të vërtet për jetën, dikur nuk kisha, por tashmë kam vërtet një vizion dhe sot më dikur. Atëherë, po, shihoni vetëm momentin se të sotmen nuk e din deri kur do mbaronta. Dikujt që mund të ketë tani vështirësitë që ti ke pasur në të kaluarën, çfarë do t'i thoje? Po jo një mesazh që thjesht ti e jep edhe që do harrohet ndoshta shumë shpejt që te publiciteti, po një hap konkret, çfarë duhet bërë? Për dikë që është në vështirësi edhe ka dështuar disa herë për t'ia dalë. Unë mendoj se për të gjithë të rinj duhet të shkompletësohen, për faktin sepse kur u flet për një qendër rehabilitimi ose u flet që ti ke nevojë për ndihmë, nuk e pranojnë. E mira është që të gjithë ta shikojnë veten e vet njërin pas tjetër. Dhe të shikojnë njërin, të kthejnë kokën mbrapa, të shikojnë familjen e tyre, se sa nëna, baba apo vuan, dhe besoj se do e kuptojnë vërtet. Për momentin ndonjëherë edhe nuk e kuptojnë, por është trysnia e shoqërisë aq e madhe sa që ti e ke të vështirë ti pranosh këto komplekset e tua. Po, mendoj se po. Mendoj se po, sepse Po, Stiv, edhe një gjë të fundit, ati që ndoshta e ta nisim aty ku e filluam dhe bisedën bashkë, ati që ndoshta do ta nisi dhe do ta provojë, jemi në prag të fundjavës, është shtunë e diela përpara. Shumë të rinj dalin, argëtohen, dikush provon edhe gjërat kësaj natyre, mëse unë kam kontroll që tham në fillim, sa për të kaluar një mbrëmje të bukur, pastaj do ta harroj, nuk rikthem. Dhe ti na tregove që pikërisht kështu mund të nisi varësia. Pra, këtyre individëve ti çfarë do t'i thuash? Do t'i them që thjesht mos e kaloni, mos shkoni deri në atë pikë që nuk doja dilni dot. Janë hapat e parë ku mund të komunikosh, mund t'i tregosh familjes që kam rënë pre e diçka edhe pse është e vështirë, por është e mirë që një miku të besuar. Po, patjetër, edhe sikur një shoku të besuar. Mendoj se kjo është gjë më e mirë. Gjes një mesazh të fundit? Në fakt do t'i drejtohesha dhe familjeve, së pari dhe në pas individëve. Familjes do t'i thosha që mos u dorëzoni, sepse ka shpresë, na kontaktoni, në mënyrë që të shikoni se si mund të jetë djali juaj, vllai juaj apo bashorti juaj. Ai nuk e meriton jetën që ka aktualisht. Do t'i drejtohesha të gjithë atyre që sot ndoshta janë të varur prej shumë vitesh. Na kontaktoni. Ne duam që të flasim me ju, ne duam që të përcjellim juaj i këtë jetë të re. Dhe në pas është e juaja zgjedhja. Ne besojmë që ju nuk e meritoni jetën që jeni duke jetuar. Ju i meritoni një jetë të një standardi më të lartë. Plot me integritet, plot me identitet.
Faleminderit. Shpresoj vërtet kemi bërë sa do pak, për mesazhin dhe për prezencën tuaj. Faleminderit shumë se dëshmitë e mira dhe pozitive janë gjithmonë ato që duhet gjejnë edhe hapësirë më shumë. Kështu që faleminderit Steve dhe konfidente. Faleminderit. Edhe gjithçka më të mirë. Okej, mirë. Me këto mesazhe të rëndësishme shkojmë të shkëpullemi pak për publicitet dhe rikthehemi përsëri. Flasim për flamurtarin e basketbollit të vajzave që rikthehen te titulli kampion. Me njëherë pas.